Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Tema radhës që sjellë dietari nderuar Bekër Abdullah Abu Zeid, Allah më shiroft, në librin e tij Saktësimi i duas, thotë korrigjimi apo saktësimi i duas në lidhje me vendin. Cili është kuptimi me këtë temë apo qëllimi? Qëllimi me këtë temë është se nga gabimet që bëjnë njerëzit në dua është se besojnë se duaja në këtë apo në atë vend është e pranuar. Flasim për gjëra dhe vende për të cilat nuk ka asnjë bazë, asnjë argument në fe. Dhe për më tepër do të bëhet e qartë gjatë leximit të temës. Thot autori, bërja e dhikrit apo duas në ndonjë vend të caktuar, për të cilin nuk ka asnjë dëshmi, asnjë argument nga sheriati, siç mund të jetë tek një varr, apo tek ndonjë xhami, apo tek ndonjë mal, një qytet, apo tyrbe, apo të bësh pelegrinazh në vende të tilla dhe të tjera adhurime të ngjashme me to, është bidat, është humbje. Nga këto bidate janë në vareza, dihet thot autori që lejohet dhe është e ligjësuar vizita e të vdekurve në varret e tyre, në varret e muslimanëve, dhe bërja e lutjeve për ta. Pra kur shkon dhe i viziton, bën dhe dua për ta. Bën dua për ta, pra i lutesh Allahut për faljen dhe shpëtimin e tyre. Dhe kjo ndër të tjera ka edhe dobi të mëdha, pra përfiton edhe ti si vizitues i varreve, përkujton ahiretin, thot autori, të zbutet zemra, pra të largohet ajo lakmia e tepruar për dynjan, ajo dashuria e tepruar për dynjan, ajo marrosje pas dynjas e tjerë, dhe hadithet për të janë të shumta dhe tepër të njohura. Por nuk lejohet ta shndrosh diçka, një adhurim të lishëm në diçka tjetër. Pra, vizita varreve është e ligjësuar. Ti lutesh Allahut për të vdekurit në to, është e ligjësuar. Por ta ndryshosh të gjë, por ti lutesh Allahut për gjë tjetër, të bësh në to diçka tjetër, është gabim. Siç mund t'i përzgjedhësh për shembull të shkosh në varre për të bërë dua, duke besuar se po shkove te kjo varrez apo po bëre dua pranë këtij varri, atëherë duaja është e pranuar. Apo të shtosh të lexosh Kur'an pranë një varri, apo të qëndrosh, të ulesh, të rish pranë atij varri, të bësh dhikr, apo ta puthësh gurin e varrit, ta fërkosh, apo të falësh namaz pranë atij varri, apo në ato varreza, dhe të tjera lloje adhurimesh, të cilat në vetveten e tyre janë të lejuara, por kur ti i kryen në një vend të tillë, me një besim të tillë, atëherë kjo kalon në bidat. Sepse nuk ka ndonjë argument që duaja, leximi i Kuranit, dhikri, namazi në këtë varrez apo në këtë varr ka vlerë të veçantë, apo është i pranuar, në ndryshim nga vendet e tjera. Qoftë ai, thot autori, varri ndonjë profeti apo ndonjë njeriu të mirë, kushdo qoftë, është e pasaktë, është e gabuar. Këtu hyn thot edhe vendet historike që kanë lidhje me historinë islame. Për shembull, në këtë vend ka qëndruar profeti alayhis salatu wassalam. Në këtë vend ka kaluar apo ka fjetur profeti alayhis salatu wassalam. Apo në këtë vend ka jetuar, apo është falur filan sahab.
apo në të vend sahabët i dhanë besën profetit alayhi salatu wassalam, apo në të vend sahabët luftuan, siç mund të jetë në Bedr, në Uhud e tjerë, dhe të shkosh dhe të bësh dua, të adhurosh Allahun, të lexosh Kur'an e tjerë në ato vende me besimin se ka vlerë të veçantë adhurimi në këto vende. S'ka argument. Nuk kanë qenë sahabët radhiyallahu ta'ala anhum që as brezat mbas sahabëve, brezat e mirë, dhe as dietarët referencë të umetit që t'i kërkonin vende të tilla ku janë, me qëllim që të shkonin në formë pelegrinazhi në to apo për të bërë ndonjë adhurim të veçantë në to. Dhe thot autori që të gjitha këto janë vende që nuk lejohet të vizitohen me qëllim për të kryer ndonjë adhurim në to. Dhe kjo me ixhma, me pajtim, me unanimitet të dietarëve. Pra çështje që nuk lejohet të kundërshtohet, nuk lejohet të veprohet ndryshe. Pse? Sepse dietarët e umetit kanë rënë dakord. Dhe gjithashtu thotë duhet ditur se nuk është i saktë përcaktimi i varrit të asnjë profeti prej pejgamberëve përveç profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Prandaj mund të shohim, mund të lexojmë, mund të dëgjojmë se në filan apo alan vend është varri filan apo alan profeti. Por nuk ka asnjë argument sakt. Përveç gojdhënave, supozimeve, hamendësimeve, pretendimeve, përveç varrit të profetit alayhi salatu wasallam që dihet me siguri se ku është. Përveç tij. E sa shumë varre të rreme ka, thot autori, të ashtu quajtura të shenjta, të cilat janë kthyer në vende pelegrinazhi, apo shpella, strehime, male, lugina, të rreme, pra që kanë gjoja vlerë, të veçantë, por që janë gënjeshtra, siç janë në Egjipt, në Sham, në Irak, në Asqalan, në El Jazira në Irak, në Kerbela, në Nejf, në malin e Libanit, në vende jo arabe, perse apo diku tjetër, ku janë musliman po popullsi jo arabe. Siç në ish republikat ruse, në Ballkan, gjithashtu e tjerë. Dhe njerëzit e thjesht janë mashtruar me to, duke shkuar për të bërë lutje aty për plotësimin e nevojave, largimin e vështirësive, vizitën e tyre për shërim nga ndonjë sëmundje, derisa i dhanë çdo varri një veçori të caktuar. Në çfarë mënyrë? Ky varr thanë është për plotësimin e këtyre nevojave, ky tjetri për shërimin nga ethet, ky tjetri për trajtimin e sterilitetit, ky tjetri për largimin e brendës, ky tjetri për hapje të rrugëve dhe frymëzim. Subhanallah. Madje thonë se varri i filanit është i provuar në këto gjëra, si thonë për kishën e Laçit. Shkruan të paralizuar dhe u shëruan. Shkruan të verbër dhe ju rikthye shikimi. Shkruan me mec dhe filluan të flasin e tjerë. Të janë gënjeshtra, por edhe nëse ka pasur në një rast të tillë të vërtet ka qenë mashtrim për shejtanit, në çfarë mënyrë? E ka blloku njeriu, e ka zaptu, e ka blloku që mos heci, e ka frymzu, orientu që të shkojnë atë vend, se do gjej dërman, ka shku, i ka dalë shejtani, ka fillu të eci dhe ja njerëzit, u shëru, burrat shkojmë këtij vend. E bëjnë të gjë, po. Shejtani i ka hile të fortë. E bëjnë të gjë. Ja ka blloku gojën. Ka shtuar të lloj mjeku. Shqipëria ja Shqipërisë. S'ka gjë dërman. Në ëndër. Ose i çon shejtani dikënd. I ka them gjë sa vini mirë. Kam gjuhë që shurosh. O bati kisha Laçit, o bati malit të morit, o bati turbia te që filan. Hop, ja liron shejtani gojën. Sa i njëri që s'ka mbrojtje nga Allahu, se njeh Allahun, se adhuron Allahun. Ku e dia i ç'është Kurani, dhikri, ç'është Zoti i tij, e ç'është Kurani. S'di gjë e profeti Muhammed alayhi salatu wasallam. S'di gjë. Ignorant. Pra, lun kollaj shejtani me të, sa nga njëra dorën në tjetrën, paf.
Ja zhblokon grojën, kur shon atë vend. Pa argument për gjithë fisin e tij, lagjen e tij, e hap vetë shejtani me pas lajmin. S'ka nevojë. Ja e hap vetë lajmin ai. Është më i fuqishëm se rrjetet sociale. Dhe madje thonë, thot autori, se varri i filanit është i provuar në të gjëra. Pra, siç përmendëm, duke dhënë shembull, varri i filanit është roje për Shamin dhe kështu me radhë, duke i bërë këto vende pre e ambicieve të mëdha për ata që mashtrojnë ignorantët, duke ushqyer ëndra dhe duke u bërë këto vende pika për grumbullimin dhe shtimin e pasurive në xhepat e sharlatanëve. Kras, për shembull, veni mirë. Kush është argumenti që është veni mirë? Që i nusere me kal, ra aty, vdiq. Opa, veni mirë. Kur fillon të mbledhi lehtë ai që kujdesi për atë vend, i hyri lakmia dhe i tjetri, dhe çit më atë sipër bani dha i vend mirë aty. Tak, aty vdiq i djalë. Ma poshtë i vajzë, lart i djalë. Njerëzit e paditur shkojnë atje. Ka pas raste që kur i kam fol njerëzve të tillë që kur kanë shkuar atje, që i kam gjetë atje, e kam pranuar që me të vërtetë që era kot. Pra njerëzit kanë nevojë për dave. Shumë prej tyre shkojnë se mendojnë që është fe. Populli jonë në mënyrë të veçantë vuan nga padituria e madhe për tauhidin e Allahut. Prandaj thirrja në tauhid, mësimet e tauhidit nuk duhet pushojnë në asnjë xhami. Dhe duhet jenë tema kryesore e daves kur i fton të tjerët. Duhet jetë ligjërimi kryesor, tauhidi. Të cilët thotë më vishen me petkrun e astetizmit pra njeriu të mirë, ta që rrinë ato vende, ai asfalet, as agjeron, raki gjithë ditën, dhe ç'është më e keqja, ishte një njeri i sëmur, rrinte në Amerikaj. Kishte shkuar në spitalet mjekët në Amerikë, ishte gjetë dërman, shqiptar. I thanë shton krasë në Elbasan, gjen dërman. Erdhi, gjeti dërman, sipas tij. Kjo nga hilet e shejtanit që përmenda më parë. Dhe i ndërtoi atit pianecit që kujdeset për atë vend, shtëpi. I dha miliona lekë. Ky i sëmur ra në një sëmundje akoma dhe më të madhe, cila shirku që i bëri Allahut. Shirku që i bëri Allahut. Mirë ata nëse nuk pendohen dhe nuk i frikësojnë Allahut për veten e tyre dhe nuk çlirohen nga padrejtësia që i bëjnë të tjerëve. Ndër këto varre me të cilat janë mashtruar njerëzit e thjesht e që janë të rreme dhe nuk ka ndonjë argument të saktë për to janë. Para se të kalojmë këtë që përmendin autorit, malin të morit, varri Abazaliu thonë. Abazaliu, sipas vetë asaj që thonë Bertashanët, varri i tij është në Irak, trupi i tij thonë ata. Por i morën një kockë nga skeleti i tij dhe e varrosën në malin të morit dhe u bë shenjtë mali. Kjo është prall. Nëse do ta hapësh atë varr, po gjetë krocë vetëm në i krocë qenie lope do gjesh atë, po pati. Kanë dhe krocë, thonë që mi marrë dhe krocë. Po. Kanë varros krocën edhe i gjithë mali u bëj shenjtë. Prandaj kush shton atje gjen dërman prej kockës. Jo prej Allahut. Pra gjen dërman prej të vdekurit. Jo prej Allahut. Dhe çysh e arsyetojnë të gjithë, thonë pse s'duhet i respektojmë ne të vdekurit? Por respekti është tjetër gjë, përgjërimi dhe adhurimi është tjetër gjë. Ju nuk po i respektoni.
ju po i hyjnizoni, ju po i adhuroni të vdekurit. Po lini adhurimin e Allahut që është i gjallë i përjetshëm dhe po i lidhni zemrat me krockrat, me gurët, me varret, me tyrbet, me teqet, me kishat, me bustet, me simbolet, me faltoret, kushdo qofshin ata. Kështu që mos mashtroni vetet. Dhe mos kujtoni se po na mashtroni, ne duhet të thënë ne i respektojmë. Ndërkohë që mondi i tyre, i pari i tyre, tha që shenjtorët tanë janë të barabartë me Zotin. Dhe vetë ai tha që ne jemi pagan. Atëherë çfarë do shahide shahidu min ahliha, dhe dëshmoi një dëshmitar nga vetë familja e saj. Pra vetë ata dëshmojnë që janë idhujtar. Vetë ata dëshmojnë që adhurojnë krijesat. E çfarë do më tepër për t'ju larguar atyre? Thot autori, varri i Nuhut, që pretendohet se është në Irak apo në malin e Libanit, një tjetër gënjeshër e trilluar, thot, s'ka asnjë argument ku ndodhet. Apo siç mund t'ini parë varrin e Ademit alayhis salam, në disa vende varri gjatë. Krat. Gënjeshtër. Varri i Ibrahimit alayhis salam në Sham nuk ka bazë, nuk ka argument saktë që është aty. Dhe ku njerëzit shkojnë atje për të bërë lutje dhe ndajnë thërimet, korrat e thjerëzës për rojet e të varfrit, apo bëjnë fest me emrin Nobetul Khalil, të gjitha ato janë bidate. A ka bërë diçka tillë profeti alayhis salatu wasallam? A e këshilloi, a na mësoi të shkojmë atje të bëjmë të gjëra? Jo. Atëherë s'është fe, është bidat. Varri i Hudit në lindje të xhamisë së Damaskut, pra një tjetër varr i rrem, i pavërtet, Kubeja në xhamin Amawite, e cila thuhet se nën të ndodhet koka e profetit Yahya, dhe që quhet maqamu Yahya, një tjetër trillim, ndodhi, fjalë, thjesht pretendim. Varri i Shuaibit në Al-Aghwar në Urdun, në Jordani, një tjetër trillim. 3 gjurmët që i atribohen një profeti në malin Qasiyun, dhe që njerëzit shkojnë atje për të bërë dua. Pra, janë 3 gjurmët që ai vendi, është varros një profet u thonë, edhe se kush, një profet edhe. Se ku figuron diçka aty, në cilin transmetim përmendet. Varri i Husajnit radiallahu ta'ala anhu në xhamin e quajtur me emrin e tij Xhamia al-Husayn, Mesjidul Husayn në Kairo, është një trillim që e sajuan Ubejdiyunët, Rafida Shia, kur sunduan Egjiptin. Ky varr është i rrem sepse trupi i tij, ai u vra në betejën e Kerbelas, dhe trupi i tij u hang nga egërsirat. Nuk u varros, hëngrën e egërsirat. Radiallahu ta'ala anhu. Dhe vetëm kokra e tij është varrosur, që e morën kokrën e tij. Varri i Khalid ibn al-Walidit radiallahu ta'ala anhu në Hims, pra në Siri, është një tjetër trillim. Varri i Nefisës në Kairo, me besimin se kur bën lutje aty largohen sëmundjet, është një tjetër trillim. Varret e Xhilanit, Abdul Qadir Xhilanit, varret, pse varret? Sepse thot autori, varret e tij janë të shpërndara në gjithë botën islame dhe ekzistojnë më shumë se 100 varre për të njëri. Se ku aty? Pra, se ku është i Zot e di? Pra, ka 100 varre për të njëjtin person. Dhe i mbasi betashin që i kanë marrë krocrat. Edhe si paradat e betashinve. Kështu janë edhe varret Maraqid al-A'imma quhen. Ja, kështu janë edhe varret e vendën shenja në të gjithë
anët e botës, apo ato që rafidat i quajnë Maraqid al-A'imme, vende për të cilat janë shkruar libra herë dhe vonë, dhe njerëzit thonë të bëjnë pelegrinazh si në Damask, Kairo, Irak, Indi dhe kudo. Numri i tyre ka arritur në botën islame 20.000 turbe. Pra që shkojnë njerëzit dhe bëjnë lutje atje, 20.000. Dhe në thot autori në Astana është kryeqyteti i Kazakhstanit, nuk e di ka për qëllim këtë vend apo ka për qëllim diçka tjetër. Ka 481 xhami. Ku pothuajse nuk ka ndonjë xhami pa ndonjë varr të shenjtë brenda dhe njerëzit që shkojnë dhe bëjnë lutje në to. Në Astana nuk e di, ka për qëllim Kazakhistanin apo është një fjalë që ka kuptim tjetër. Atë po them. Kryeqyteti i Kazakhistanit. Nuk ka dobi dhe nuk ka ndonjë dobi, thot autori, të shjelloj më tepër, të përmendim më tepër. Se thot janë 20.000, nuk ja vlen të përmendim se të gjitha janë gënjeshtra, pa fakte, pa argumente, trillime. Dhe qëllimi është të shkohet të varri, qëllimi me to është të shkohet të varri për të bërë lutje aty për përmbushjen e nevojave, largimin e vështirësive, faljen e namazit pranë tij, apo duru falur drejt tij, fërkimin e tyre, të gjitha këto të mbledhura së bashku përbëjnë shirk. Mund të jetë shirk i madh, mund të jetë shirk i vogël. Bidate dhe humbje, Allah ju udhëzof muslimanët drejt së mirës për ta. Xhamiat, shkruarja të xhamiat e rreme dhe të trilluara për lutje dhe lloje të tjera adhurimi. Pra ekziston si xhami, por i mvishet një histori që është e rreme. I sajot për ta bërë këtë xhami më të veçantë se xhamiet e tjera, i sajon një histori. Dhe ka nga këto xhami për të cilat thuhet se ka një bazë të saktë që e lejuar të shkohet atje për të bërë lutje. Siç është në Taif, Xhamia al-Qantara, Xhamia al-Ku'a, Xhamia Adas, dhe gjithashtu Xhamia e Abbasit në Taif. Nuk ka argument për të që ta veçojnë nga xhamiat e tjera. Por kjo xhami u quajt me të emër e Abbasit, sepse është ndërtuar pranë varrit Abdullah ibn Abbasit, radiallahu ta'ala anhum. Dhe që në xhami është ndërtuar 6 shekuj pas hijretit. 6 shekuj pas hijretit. Xhamia e Benu Sa'd, që është 100 kilometra në jug perëndim të Taifit. Xhamia në fisin Benu Sa'd dhe quhet xhamia e Halime Saadie. Halime Saadie është ajo gjithënësja, mëndesha e profetit alayhi salatu wassalam. Kjo xhami nuk ka origjinë të saktë dhe vetë antarët e fisit Benu Sa'd e quajnë të pasaktë një përcaktim apo veçori të tillë që i mvishet xhamisë. Në Medinë në profetit alayhi salatu wassalam, ato që quhen me 7 xhamit, si xhamia e Raje, xhamia e El Mustarah, xhamia e Abu Bekrit, Umerit, Aliut, xhamia Fatimes radiallahu ta'ala anhum, xhamia Rauha, që ndodhet midis Bedrit dhe Medines, xhamia e El Arish në Bedr dhe shumë të tjera. Pra në xhami që u japin njerëzit vlerat veçanta, ndërkohë që s'ka argument. Xhami si të tërë xhamiat e tjera. Për njerëzit u japin vlerat veçanta, do të thënë se namazi në to, apo duaja në to, apo leximi i Kuranit në to është i veçantë. Ndërkohë që s'ka argument. Duhet të dim thotë se xhamiat e Medines, xhamiat që ekzistojnë në Medinë, ndahen në 4 lloje. Xhami për të cilat është vërtetuar një merit, pra që kanë vlerë të veçantë, dhe ato janë vetëm 2. Xhamia e profetit alayhi salatu wasallam dhe Mesjid Quba. Profeti alayhi salatu wasallam çdo të shtunë apo çdo javë shkonte në xhamin Quba dhe falte namaz.
Kurse për xhamin e tij dihet vlera veçantë edhe e namazit në të. Xhami që e kanë ndërtuar muslimanët gjatë epokave të ndryshme sipas nevojës së tyre. Pra, është zgjeru qyteti, janë shtu xhamiat, është shtu popullata, janë shtu xhamiat e tjerë, janë bërë vendbanime të reja, është ndërtuar në to xhami e tjerë, dhe këto nuk kanë ndonjë merit të veçantë që t'i dallojnë nga xhamiat e tjera. Xhami ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka falur apo ka qenë në afërsi të saj, por nuk është vërtetuar ndonjë merit e veçantë për të. Apo që adhurimi në të është i veçantë me që është fal profeti alayhi salatu wassalam në atë xhami. Pra në xhamin Kuba, leximi i Kuranit në xhamin Kuba dhe në xhamiat e tjera të Medinës, një lloj është. Por profeti alayhi salatu wassalam në xhamin Kuba shkonte çdo javë për të falur dhe falte ndonjë namaz e vizitonte. Për në të aspekt është vlera veçantë e saj, duke qenë se është xhamia e parë që është ndërtuar në Islam. Para se të shkonte në Medinë, profeti alayhi salatu wassalam ndaloi në Kuba. Sot Medina është zgjeruar dhe Kubaja është bërë një lagje e Medinës. Por në ato qytetet kanë qenë të vogla dhe ajo ishte në periferi. Xhamia të trilluara nga njerëz sharlatan dhe të tjera të ngjashme, vizita në to nuk është e lejuar, madje është bidat. Në Mekë, shkuarja apo udhëtimi për të falur namaz në shpellën Hira dhe për të bërë lutje pranë saj, aty ku i erdhi shpallja fillimisht profetit alayhi salatu wassalam, ka plot haxhinj apo njerëz që shkojnë për umre, mendojnë se është mirë të shkosh dhe atje, ngjisin malin. Ngjisin malin atje, falen, bëjnë dua, etj. Ndërkohë që s'ka ndonjë vlerë të veçantë për të bërë lutje, për të qenë vend pelegrinazhi. Ti të ardh Mekë, rrin në Kabe, bëj tavaf, fal namaz në Kabe. Pse i humb namazet në Kabe dhe shkon në një vend që s'ka ndonjë vlerë të veçantë, përveç faktit historik që aty i erdhi shpallja për herë të parë profetit alayhi salatu wassalam. E nëse do të ishte ndonjë vlerë të veçantë, do ta bënin sahabët, adhuruesit më të mëdhenj, më të diturit për fenë, jo për to tjerët më vonë. Por ata që kërkojnë vendet shenjta për sufizëve, tarikateve të tyre, apo kompanitë ndryshme të umreve të haxhit për të marrë sa më shumë pikë, që tërheqin sa më shumë vizitor, klient, i çojnë dhe në vende të tilla. Nuk lejohet. Nuk është mirë. Sepse po që e figurë fetare, njerëzit mendojnë se shkon mund të shkosh për një si fakt historik, je në studim për të bërë një studim e tjerë. Po. Apo shkuarja te xhamia Aishës në Tan'im, aty mund të bësh niyetin për ihramin. Mendojnë se aty ka vlerë veçantë xhami dhe shkojnë për të bërë enkas adhurime. Apo lutja kur hyn në Medinë, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Pra bërja e lutjeve kur hyn në Medinë, pra që s'ka argument. Apo lutja kur sheh muret e Medinës, me thënë hyrsën, zonën që hyn Medinë. Nuk ka argument. Apo ai që quhet Kuhli i Fatimes, vendi, ç'a thon? Thot autori. Në malin Seller në Medinë është një grop me madhësi sa një sa, kaq. Kaq. Dhe mashtruesit atje vendosin kuhl. Kuhl është ai që lyn syt, që bëhet si plur që lyn syt. Dhe u ashesin këtë pelegrinëve dhe vizitorëve duke pretenduar se është kuhli i Fatimes radhiyallahu ta'ala anha. Po ti mos u habit se do të gjesh të sufistët, gjen plot në rrjetet sociale, sufistë që nxjerrin një çallm dhe thonë të çallm e kam trashëguar nga baba im dhe baba im nga filani, derisa thonë është çallma e profetit alayhi salatu wassalam.
Ajo bore bardh. Kupton? Duret copë sa prodhu. Në fjalë copë 14 qekuj edhe i ka rezistuar kohës e bardh. Allahu na ruaj. Sa charlatan tillë ta sa dush. Apo Darul Ahzan, shtëpia e trishtimeve, që është në lindje të El Baqi', Baqi' në varrezën e Medinës, e trilluar nga Rafidat. Është azjesur ky vend, alhamdulillah. Apo një vend tjetër që ka lidhje me vendqëndrimin e deves së profetit alayhi salatu selam, që ndodh edhe ty në lindje të El Baqi', dhe edhe ky është hequr si vend që i bajnë ato si vendet shenjta, vendet veçanta, u japin vlerë. Dhe ka shumë të tjera, thot autori, por shumë në Beitul Maqdis, në Quds, që ata i thonë Jeruzalem, ne i themi Quds. Udhëtimi atje në ditën e Arafatit, për ata që s'janë haxh, për të bërë lutje dhe qëndrim aty në mbrëmjen e Arafatit. Deri në mbrëmjen e Arafat, s'ka argument. Apo udhëtimi atje pas haxhit për të bërë lutje me emrin Taqdis el Hajj, pastrimi i haxhit, pra shkon atje bën lutje se pastron haxhin tënd nga gabimet dhe gjunafet. S'ka argument. Sa jesa, trillime. Apo kupola e shkëmbit, Qubbatus Sakhra, që ndodhet po në Quds, në Mesjidul Aqsa aty, pranë, kur populli i thjesht bën atje lloje të ndryshme adhurimesh të trilluara dhe nuk ka diçka që ta vërtetoj një gjë të tillë. Dhe thot autori më pas, dhe do të shohësh në to bidate që për çdo njeri të arsyeshëm, të logjikshëm, janë për të qeshur kur i sheh njerëzit. Pretendimi se bërja e kurbanit atje është më e mirë se në ndonjë vend tjetër. Apo ruajtja e flokëve për Bajram, apo duaja deri në mbrëmjen e Arafatit. Por që në Damask, por që në Liban, por që në Misër, në Egjipt, si që është në xhamin e Amr ibn al-Asit, sahabit profetit alayhi salatu wasallam, në xhuman e fundit të Ramazanit, shkojnë dhe bëjnë lutje atje. Bëjnë namaz dhe lutje. Ka argument që duhet ta bësh në mënyrë veçantë diçka të tillë, pikërisht në atë vend. Pra vëllezër, autori thotë janë 20.000 të përhapura në botën islame. Çfarë tregon kjo gjë? Se sa dobët dhe sa pak e njohin tauhidin muslimanët. Ekzistenca e vendeve të tilla të ashtoquajtura të shenjta tregon nevojën e madhe të muslimanëve për tauhid. Do të gjesh dhe ka, siç është në Egjipt, vari Bedewiut, në Egjipt, shkojnë miliona njerëz në vit, bëjnë pelegrinazh atje. Subhanallah. Bëjnë atje pelegrinazh, e duke bërë dhe shirk, Allahu të lartësuar. Çfarë tregon kjo? Prandaj çudi me disa njerëz që e neglizhojnë davën e tauhid dhe thonë boll folën për tauhidin. Subhanallah. Mund dëgjojmë dhe një figurë fetare shqiptare që thotë kemi fal boll për tauhidin. O vlla, populli shqiptar që zhyt në besutni, në shirk. Do të gjesh njerëz që i thonë vetes musliman dhe shkojnë të marrin kish laçit. Dhe mbajnë nusra hajmali dhe besojnë lloj-lloj besutnish. Dhe nuk i njohin njësimin e Allahut. Dhe mendojnë se të njësosh Allahun do thotë vetëm besosh se vetëm Zoti është krijues. Ja. Kjo është paganët. Por tauhidi i vërtet, njësimi i vërtet i Allahut është do të thotë që ta besosh të vetmin krijues dhe ta adhurosh vetëm atë. Prandaj kur përmendet për kufizimi i monoteizmit në enciklopeditë ndryshme si Enciklopedia Britanike e tjerë që është si referencë për shumë studios, kur përmendet monoteizmi, fjalë greke e dim, thotë besimi tek një Zot. Ja, është e gabuar, është e mangët. Sepse edhe paganët e besojnë, krishterët i thosh sa Zota ka një, thotë, ta pyesësh betashin se Zota ka një, thotë.
Por kur vjen puna e adhurimit, ka adhurojnë krahas Allahut, lloj-lloj. Prandaj tauhid është ai që monoteizmi është ai që është në Islam, i shtjelluar nga dietarët dhe i përbërë nga 3 kategori. Besimi që vetëm Allah është krijuesi, furnizuesi, dhënësi jetës, vdekjes, sunduesi gjithçka e tjerë. Besimi se vetëm Allahu i meriton të gjitha llojet e adhurimeve. Besimi se vetëm Allahu ka emrat më të bukur dhe cilësitë e përkryera. Ky është monoteizmi i vërtetë. Ky është monoteizmi i vërtetë. Elusim Allahun subhanahu wa taala na përqendrojë neve në fenë dhe tauhidin e tij, na ruaj neve nga bidatet dhe bidatçint. O subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.